Okej. Kolegan ka kështu të shpjatë, në duar të të kështu, në të rejtë. Në duar të 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 parë, në të rejtë, në të rejtë, në të rejtë, kemi një kërkesë nga bashkia për ndryshimin e energjisë. Kemi 2 vite energjisë, por kemi dhënë një kurse për një energji që është për shkollë profesionale, është dhe në studiu e energjisë. Dhe në nësë një pra opinion për kërkesë e bashkisë. Kush është në votë për ndryshimin e energjisë? Ta ndëgjojmë. Ndryshimin e energjisë, pastaj të ndryshojmë se nga motiva për ndryshimin e energjisë nuk ka që Zašto šutim? Paraprakisht. Po tjere të këmë atërë na shumë në ndikë. Na shpjegojnë në atë. Të nderuar antarë të shqipë në bashkisë, si pasë në depozitimi të shkresave zyrtare të kërkesave për përfshirjen e energjisë të 2 pikave, njëra është për bursë për tekimin e bursës nxënësve të shkollave nacionale të Universitetit të Institutit, një është një si të ndihmore shkakton më tashmë, por një ndjenjë në diskutimin që në Këshillit për rastin e një nxënësi që paraqitet fundacionin MMS për shkak të procedurave ligjore që kishte shkolla nga publike, rregullante publike, tani me statusin e shkollës e paraqitet dokumentet e MMS ku ishte marrë të marrë bursë ka jashtë afat. Bashkia duke lidhur përgjegjësinë për të ndjekur në vlerësi dhe për të trajtuar raste të tilla, ja drejtu Ministrisë së Arsimit në shkresë dhe procedura ligjore e njëjtë. Dhe në datën 19/2006, bashkia drejtu në kërkesë Ministrisë së Arsimit, Kulturës dhe Inovacionit, duke përkursën bazë të DMS 666, në një përkatës të trajtohet të bazë shërja fate. Dhe Ministria në urdhën e datës me urdhën numër 207/24/2026, urdhërën që të bazë shërja fate deri në datën 30 prill 2026 janë 2 raste në rënd kombëtar bashkëpunëtor, është rasti i bashkisë Basat që kishte pasur rasti, dhe rasti i bashkisë publike për mundje ose kënjë të dosë që përmendohen që ka nga Ministria e Arsimit. Pra, na kërkoj që në marrë për në datën e dhe ta drejtësisht që stakurën data në të dhe që më kanë okej, pjesë. Edhe kjo përservave të nëzanës të përshkërë të kemi në bursë për Po, sa të këtë kërkës tjere të asaj që ne e kërkojnë të fundet në rëndite, është një kërkes e banorëve të lagjës mashën të Drejtësisë Administrative Shërbet, kërkes e bërë, do të thonë, me gjithë banorët e lagjës, është një rrugë që dhjetë, do të thonë, rrugë nacionale në lagjën e tyre, është një rrugë shodë, pra nuk ka dalje tjetër, nuk është të dhjetë si tjerë, por është vetëm thjesht për lagjën, që shëtë në lagjët, por duke pas disa problematika që do gjatë vitit janë grejtë se përket dëmtime që në banë përnë të tyre të banesave, por edhe të pjesa e klubit të shpërzimi fakti të hyrja makinave që nuk kanë lidhje në fshatin ose me lagjën, po ato banorët, kanë bërë një kërkesë për ta mirëmarrë ato për buni të barierë të trau, jo për penguar çarkullimin, por gjitha institucionet ato emergjente që të banorët që kanë lidhje drejt për drejt që aksesojnë të sigurt nuk penojnë për ta bërë kalimin, por nuk do të jetë barierë për të penguar as çarkullimin, as pengesa të tjera, duke janë një dakordsi të gjithë banorëve që kanë sjellë një volum të padosur për kulturën e kanë gjithë firmat e gjithë banorëve të fotografinë në shkrimë dhe pasojshmërinë pasojore të kanë përgjithshëm të lojë arkeologët që janë në të kanë përgjithshëm në lojë bashkisë për shkakun të vitit më. Por gjithë praktika kanë edhe harë të pronave në vitet të ndryshme. Pra janë të përsu, janë si komitet janë të përsu të gjithë komunitetit, por nuk ka asnjë person që ka problematika të tilla. Por ne duke pasur edhe kryetari i fshatit interesuar për rastin konkret, në sensa të bëjmë takim konsultativ dhe kanë një lajm të vlerësi të këtij e sjellë sot për mirë atë do mos ta ndalojmë si proces, domethënë para kjo është arsye që ne bëm kërkesën që bisedë të shkara shokë dhe situata të problematike ta rrofim në listë të normave të njëjtë nga Këshilli i Bashkisë. Të janë ato
Kush da administrojë këtë lloj traumë, se është hera parë ose se i këtë lloj bërshatra, se trauma është bllokim, ka shkruar bllokim, çdo forma Se para, e para si pas të kërcisë si vetë banor, kanë rrë do t'jetë Lej banor se nuk ka. Vetëm banor se nuk ka akses tjetër, nuk ka. 100% dakord banor dhe. Po janë 100%, ka thonë vetë e këtë në shkritur të vi, po jo të këtë gjithë në shkritur. Kush do të administrojë në Do në administrojnë banorëve, por do të jenë me gjitha institucionet e emergjencës, të cilat janë shkruar të projekt vendimit, aty, që janë zjarritësia, shërbimi pyjor, policia, ambulanca, pra ose shkruar që kanë akses drejt për drejt. Dhe të pajisin me kohë peshqes, ose të kene hapër, do të kene aksesin drejt për drejt, por nuk të të pjesë për këtë institucion, që pra shkunë dhe të vendim. Po si për ju se administrimi ka i diçka. Aty ose do hapë për gjithë, do hapë si një do administroje. Ju do kene akses tonë banorë. Po, në fanë se dhe e lëmë dikuja. Sa është normali, Po, të lëmë banorë dhe. Administrojë të spukës, më nëse të bëti traumë aty, në bëjtora, të t'kiti shqipës, të t'kiti diçka si... Po dhe administrojnë vetë problemat. Nuk më nërështë, do të t'mija të me kaluun, rastisht në shku të shpia finali. Rastisht në kaluun, së të me shku në gjalet. Rastisht, në bëgëm... E keni vëmejnë, e keni... Jam dakord me të si të ti. Dhe shqita janë... Jam shumë dakord me su, por problemi që në to. Unë jam një banor, i pu. Du me shku në gjalet, ka është të mija personal. Me ta po me traumë me kapri, me një personalizon. Si të kështoj me traumë na, presin kursun vinë hapë traumë. Aja nuk ka shtë aksi vjerë njësime. O zënë, një minut, rrugë, makina. Se në shakë do të shku nga këna marë policimë. Se më të më kemë të mërë, të mërë banorë, të mërë diska. Ata që sush në çdo kohë, nga e ke shkullës për vendimit. O prej, një zhëmë të jepër, nuk është problemi se këtë ka ti po thu, ata që si sushë, nuk e si shumë, kur banorë kanë qitë në asaj. Nuk është si Po vetë për tonë mos e kështë kam shkullë për vendim, por nuk e kam në të apërve të atyre, por do ke policia, akses, zjarë fikse, shqyë pyjorë. S'ka si banorë, pra pune kanë bërë. Janë shtëpia, janë ja. Gjësë ka banorë, dakor? sa për informacion janë shtëpia që kanë banë në drejt për kush. E ma pas të rëndë, ku në mutra. Me kujtare. Dhe projekt e një është një qëtësumë dhe kërë që kanë përgjësia që në mund të anërë, në mund të të mëhet aty qakonimi për institucionet të mëhet. Përgjësina i se jenë për mëna të reqo se ka... Po e vërë që ma përgjësia të mundu dhe mund të është të një kuksiru shpërbanor. Si më do, edhe të arë në strahë, të dy rupa, o të arë, o të arë, shë shumë apë. Për të apër, a ty pas një strahë, është të të nuk ka nërë, apo me një mundë. Të arë, Nësatë, një përfëmë, klarë, kush e menajën? Policia, atazë. Dhe shërbimi dhe policia bashkjallë, Jo, Da dhe sa nuk kam në gjithë. për që më të përmënë të përmënë të Atëra, a e në të përmënë të përmënë një aksionin, një atarë. Një atarë. Në vazhdim me e një njës. Atëherë në atimi për zëzuvani të shtatës 25.5.2026. Proiectimi për vëre njëmës ekonomike. Në të nëzorë dhe mos në kashtë për mars 2026. A kena në e lëshim? Lutem?
Ne pyetës papush? Nan vota pro, mirator. Atëherë kemi 3 projekte të vendimit që do ne prezantojmë në zëvendësën qytetarit. Është për shpallin e datës 3 majtë, çdo vit çdo pjesë lokale që transmetohet në fundat e kon. Në fakt do të kemi shumë iniciativë. Pjesa e banorëve ku ka shkallë të vendimit. Do të shoh në një mënyrë që të trajtojmë të shërbimit aty. Okej. Në rëpërdorë në rëpërdorë kështu në shpisë edhe për të pikën e vitës për shpallën e datës 3 majtë 2020 si pjesë lokale për të të kërkët në fshatin Kortune si administrative e Lopshave. Materialet e keni edhe projekt vendimet dhe të cilë përkatës për të projekt vendim. Natyrisht kjo vjen sipas kërkesës së banorëve të kësaj zone dhe administrative e kryetarit të fshatit Kortune zonë Gjeveli Seko, i cili ka paraqit kërkesën në shkrim pranë bashkisë për të ditë festive që ajo bëhet e përditshme nga banorët e kësaj zone, domethënë është ka karakterin edhe fetar, por megjithatë për të dhënë karakter edhe në gjërat e historisë kulturore, por edhe historike, pasi ka një shekë që manifestohet nga banorët e kësaj zone kjo ditë në proprietete të familjarë të tyre që kanë vajzat e fshatit për të bërë i valezave dhe bënd një ceremoni edhe fetare, por për të dhënë një trajtë më të mirë, banorët e vetë interesuar që të shërbeje si di bashkëlimi i të gjithë këtyre banorëve të kësaj zone, pra që 4 fshatra shqiptare të lidhje që e bën çdo vit, kërkojnë e kanë kërku dhe do ishte shumë mirë që t'japin një trajtë për veç karakterin fetar, po edhe një trajtë historike, por edhe kulturore dhe për edhe që vlera traditave që ka komuniteti jonë dhe kryesisht kjo zonë për atë event që ato e festojnë çdo vit. Që në këtë kontekst, në frymën e bashkëpunimit, por dhe të shihni një për të respektuar komunitetet, për të gjitha ato çështje dhe për të gjitha rastet që ne investojmë histori në të rrotë. Në bashkëpunim me Këshillin e Kashmirëve dhe provasim të përgjithë iniciativë tjetër qytetare, duke vlerësuar dhe kërkesat e banorëve dhe të struktura përkatëse. Ju paraqesim sot të projektin që ta zëvendësojmë si pjesë e planit të kulturës në këtë ndërtim për akord me KPP. Pra do t'jetë hapur një ditë festive e hapur vetëm për komunitetin e asaj zone, për të marrë një pjesë edhe banorët të tjerë, kushdo të tjetër pra një ditë festive që i respekton edhe ato zonë jenë në traditat me atë kësaj zone dhe historinë e kësaj dite. Por kjo është përsa për kësaj. Për pjesën e burës, tash besoj një çfarë pjesa e trajtimit të burës të rastit të Bizancës të fjalë. Jo, me fëndë një nuk kanë bërë shpjegime se mos kanë nevojë të përdorë shpjegime dhe rasti barrierës, siç e diskutuam në parë, kanë një janë tjetër shtesë. Për të qenë arsye që unë ju prezantoj. Ika 3 ditë, vetëm votim, ka me fytyt. Nan vota pro, mirator. Kemi 4 para në fuqë që diskutojmë. Kemi vënien e burës, ika 5. Vënien e burës që ushtu. Si kishte emrin e për vënien e burës? Që vajza. Non pro, mirator. Ika 5 terreni ditës. Që për këlloci. Provendosje e trao, po menaxhor nga banor. Vedosje e trao, nuk të thaj kush e bërë si të vazhdojë, po do të përshkruaj. Non vota pro, mirator. Dhe vënia të bënon të bëjë precedes, vënia mandatit të qytetarët Vita Uspat Brahimi. Ajo është amundas. Po, patjetër. Ajo është e vërtetë se do të hapë kërkesën e zgjidhjes së cilësisë. Ka të qenë një kërkesë. Ajo është për një mandati. Na, nacional në shpinë.
Atëherë, ka për të gjatë tjetër? Mirë, që e të ka rëndinu, nuk që kam. Gjithë që janë